Ato kategorit e njerëzve që u takon zekati, janë përmendur në Kur'an dhe ato janë 8 kategori. Janë 8 kategori. Dhe në bazë të kësaj, do të thonë ti kur I kupton këto 8 kategori, edhe vjen dikush, edhe e qit zekatin, ose e shpërndan zekatin, jashtë këtyrve 8 kategorive, atër ti e kupton do më thonë sa e bon ke shpërdorim. Do të thonë, ju duhet ta kuptoni se ka njerëz për shembull, do shta u kara juve, awami sidomos, ai e di se ka zekatin obligim, dhe do shta edhe me vite se ka qit, edhe bie rasti që ndërtohet nakun një xhami. Ndërtohet një xhami dhe thot, a bon me qit zekatin për çkit xhami? Që në njëran anë duket shumë e madhe do shta. Jet do shta 10.000 euro, se 5.000 euro, dhe njerëzit do më thonë mahniten, dhe do shta ja shkruajnë emrin nakun të hyrja e xhamis. Këtu I thuhet jo, sepse nuk hyn do më thonë në këto 8 kategori. Prandaj duhet t'i mësosh njerë këto 8 kategori, pastaj e din, a takon, a nuk I takon. Disa për shembull, si Ikhwanul Mufsidin, si Jusuf Kardavi që është prej kokave të Ikhwanul Musliminve, ata do më thonë parat e zeqatve I kanë ke shpërdor do më thonë për çdo lloj mjet që ata kanë përdor do më thonë, për radiot e tyre, për gazetat e tyre, për do më thonë, lloj ke shpërdorime kanë bërë. Prandaj do të njeriu me mësu këta dhe pastaj me ditë do më thonë, a hyn ai person në këtë kategori të njerëzve, ose nuk hyn edhe nuk I takon atëherë. Kategoria e parë është të varfërit. Ata që janë të varfër. Dhe I varfër quhet ai njeri që ka diçka, që posedon diçka, po nuk ka me e shty as gjysmën e mujt. Ai ka një rokë, për shembull, 300 euro, 400 euro, po me atë rokë nuk mundet as gjysmën e mujt me e shty, me e kalu. Këtyrve u takon do më thonë në zekati, do thonë me u adhën. Kategoria e dytë janë mesakin, nevojtarët. Nevojtarët janë ata që kanë ma shumë se fukarat, po nuk kanë ta kalojnë muajin të tërë. Për shembull, ai ka ma shumë se për 2 javë. Mundet për shembull me rrogën që e merr, me I kalu 3 javë ditë. 3 javë ditë e gjymës. Ama nuk mundet krejt muaj me e kalu. Ati ti takon zeka. Ati ti takon zeka. Dhe nuk bën me thënë jo, po ai punon. Po ai punon, ama nuk I mrin do më thonë. Nuk I del do më thonë, nuk I del rroga që e fiton. Atëherë ajo është do më thonë njëni prej atyre kategorive. Kategoria e tretë është ata do më thonë që angazhohen me mbledhjen e saj. Dhe këtu do më thonë u acakton në prijesi pushtetari do më thonë atyre rrogën. Pastaj kategoria e 4, atyre që duhet t'u lidhet zemra. Ka njerëz do më thonë, kanë dobësi në imanin e tyre e kështu me radhë, atëherë që t'u lidhet zemra atyre, janë do më thonë një prej kategorive që mundet t'u jepet zekati. Kategoria e 5 për lirimin e skleverve. Për lirimin e skleverve. Nëse do më thonë prej muslimanve është kara sklav, atëherë do më thonë bën me I dhën prej pareve të zeqatit që ai të lirohet. Që ai do më thonë të lirohet. Kategoria e 6 borxhlive, ata që kanë do më thonë në borx, u takon po ashtu do më thonë në dhënja e zekatit. Kategoria e 7, në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu Imam Uthejmini rahimullah kur ka folë do më thonë për kategoritë e zekatit, edhe kur është pyetur në lidhje me ata kërkuesit e dijes, talibul ilm, ka thënë hyn do më thonë në këtë kuptim në rrugën e Allahut, do më thonë t'i jepet një nxënës dije që kërkon do më thonë në sheriatike. Dije, do thonë me kuptim sheriatike. Nëse ajo është nxënës për shembull mjeksi, mëson për shembull, ose diçka tjetër, ndërtimtari, inxhinier, nuk hyn do më thonë. Vetëm ata do më thonë që kërkon dije sheriatike. Dhe kategoria e 8 dhe fundit është udhëtarit në nevojë.
udhëtari i cili është në nevojë. Që ndoshta domethënë ai ka në vendin e tij, po gjatë rrugës i ka ndodhur diçka dhe janë harxhit parët, edhe nuk ka mundësi të kthehet në vendin e tij, i takon domethënë të jepet prej parave të zakatit. Saj domethënë të kthehet në vendin e tij.